Metoda efikase si të qetësoni dhimbjet e dhëmbit gjatë natës. Dhimbja e dhëmbit mund të shoqërohet me dhimbje të tmerrshme koke, inflamacione të mishrave të dhëmbëve dhe pas këtij problemi do të fshihen edhe shumë arsye. Ashtu si për efektet që ekzistojnë metoda kuruese në kushte shtëpie, do të paraqesim një mënyrë natyrale për të lehtësuar këtë shqetësim. Deri në momentin kur kjo do të ofrojë një lehtësim të menjëhershëm, duhet të shkoni më pas te dentisti për trajtimin e specializuar. Gargara me ujë të kripur. WebMed rekomandon se gjëja më e mirë që mund të bëni në këto raste është gargara me ujë të kripur. Një gjysmë çaji krip i tretur në një gotë me ujë dhe gargara me këtë lëng do t'jap efekte lehtësuese. Vaji i karafilit vret baktere dhe ka efekte mpirëse. Ju mund të aplikoni direkt vajin e karafilit në dhëmbë, sidomos ku keni dhimbje, dhe shumë shpejt do të ndjeni lehtësimet e para. Pastat e bërë në kushte shtëpie rekomandohen edhe për të lehtësuar këtë komplikacion.